Mirëmëngjes. Sot do flasim mbi 5 arritjet e mëdha të rilindjes në 12 vite si në qeverisje. Fokusuar patjetër tek fusha ime, tek fusha e planifikimit hapësinor territorial urban. Arritja më e rëndësishme e rilindjes së kësaj periudhe 12 vjeçare është miratimi i ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit, i cili është antikushtetues, me pushtet të përqendruar në duart të kryeministrit më të madh edhe se sa ligji i vitit 1978, pra më komunist se sa ligji komunist, dhe i mbështetur ose i frymzuar nga filozofia orwelliane, të gjithë jemi të barabartë, por disa janë më të barabartë se të tjerët. Dhe këtu, në këtë rast, bëhet fjalë për kryeministrin, i cili çuditërisht mund të japë leje ndërtimi në kundërshtim me planet e përgjithshme rregulluese të qyteteve, veçanërisht në Tiranë ose në zona turistike. Kryeministri pra mund të japi leje në kundërshtim ose jo në përputhje me planin e përgjithshëm territorial të një bashkie, i cili për ata që nuk kuptojnë është që këtu është kushtetutë e vendit. Në fakt, ai që se kuptoja isha unë, sepse përderisa thash antikushtetuese, është e kuptueshme që antikushtetueshmëria e tij shkon në çdo aspekt. Një fitore e madhe e rilindjes ishte se kriminalizoi në industrinë e ndërtimit, e ktheu atë në domenë të mafjes së pastrimit të parave në vend. Dhe ky është një projekt që ka nisur jo vetëm në këtë qeverisje, por ka nisur që para 25 vjetësh kur zoti Rama ishte kryebashkiak i Tiranës. Që atëherë nisi kriminalizimi i industrisë së ndërtimit, kthimin e saj në një, ku diun, mafjen e mafjes e kanë quajtur diku, sepse të gjitha mafjet kanë pjesën e tyre në mafjen e ndërtimtarisë në Shqipëri, e industrisë së ndërtimit, nëse mund ta quajmë kështu në Shqipëri. Një arritje e tretë e kësaj qeverie ishte shpërndërimi mbi 2 miliardë eurove të taksapaguzëve të sotëm dhe ata të nesërm, në një projekt për zbukurimin e qendrës së qytetit, qendrave të qyteteve kryesore. Për këtë ne kemi folur gjatë, kështu që nuk do zgjatemi, por në thelb ishte thjesht betonimi i qendrave të qytetit me një koncept totalisht gabuar, sikur qytetet shqiptare kanë nevojë për zbukurim. Në fakt, qytetet shqiptare, e dinë gjithë, nuk është se do them në gjë të zgjuar, ka nevojë për infrastruktura, qofshin ato inxhinierike nëntoksore, qofshin ato sociale, shkolla, kopshe, ambulanca e kështu me radhë. Pra kanë nevojë të dëshpëruar për element thelbësor të dimensionit urban të tyre, siç janë infrastruktura, po edhe të tjera. Në shumicën dërmuese të qyteteve shqiptare nuk ka ujë pas 34 vjetësh në çelmat e banorëve e qytetarëve. Një fitore e katërt është sepse arriti ta bëjë strehimin të papërballueshëm për qytetarët e Tiranës për shkak të rritjes galopante të çmimeve të shitjeve kryesisht ose veçanërisht në Tiranë, të cilën çuditërisht e konsiderojnë edhe si rritje të vlerës. Bëhet i papërballueshëm strehimi me 2.000-3.000 euro metri katror, por e konsiderojnë si arritje të qeverisë. Në fakt arritje është e bërit të papërballueshëm për qytetarët strehim. Njerëzit kanë nevojë të strehohen. Kryeministri me mënyrën se si ka menaxhuar zhvillimin e qyteteve shqiptare, se fatkeqësisht zhvillimin e qyteteve shqiptare i drejton kryeministri vet, e ndjen veten urbanistin e parë të Shqipërisë, dhe ashtu është kthyer, pavarësisht se çfarë niveli urbanistike ai prodhon, gjithsesi është kryeministri që vendos për mënyrën se si zhvillohet dhe mënyra se si zhvillohet qytetet, prodhon edhe një përveç shumë shkaje edhe një arritje tjetër të qeverisë, ishte strehimi i papërballueshëm të qytetarëve. Por arritja e arritjeve sipas meje është se dyfishoi ndërtesat informale në vend. E mori pushtetin me rreth 300.000 ndërtesa informale të legalizuara në proces legalizimi, por e sot në vitin
2025 kemi 600.000 dhe të paktën 600.000. Pse të paktën? Të paktën sepse këtë deklarojnë zyrtarët e lartë të kësaj qeverie se janë, por dyshohet që patjetër ata kur gënjejnë për gjithçka, jam i bindur që gënjejnë edhe për këtë. Sidoqoftë, dyfishoi numrin e ndërtesave informale dhe kur të kujtohet ajo lufta e madhe që bëri në fillim të mandatit të parë kundër ndërtesave informale, të merrodhash. Në kujtoj që u burgosën me qindra, por mos thënë mijëra qytetarë, thjesht sepse bënin një zhvillim të lehtë në rikonstruksion ose në ndërhyrje të lehtë në banesat e tyre, ose pa asnjë impakt mjedisor ose urbanistik. Por sot kemi dyfishimin nga bides kemi edhe një shpikje të re, mbi pallatet, mbi super gradaçelat që ka thënë lejen vet, ndërtohen pallate pa leje. Dhe këtu më duhet të them që shikoni se thënë këto, sapo tha ose prezantuar këto 5 arritjet më të mëdha të kësaj qeverie, në fakt sapo kemi thënë që çfarë do bëjmë ne në të ardhmen ose si do t'i bëjmë gjërat ne, sepse duke thënë që një gjë është gabim, ti praktikisht ka hapur derën për të thënë se si mund bëhet mirë. Në këtë kuptim, më duhet t'ju them që këto gabime jo vetëm që nuk mund bëhen më nga një qeverisje e Partisë Demokratike, sepse janë të gjitha anormalitete, nuk janë kuptime të gabuara politike, sepse asnjëherë ose shumë rrallë unë personalisht e kam kritikuar qeverisjen e rilindjes për ndonjë gjë që origjinalizon nga filozofia e tyre, në mënyrë drejt për drejt. Por për çështje konkrete dhe çështje të cilat edhe brenda filozofisë së tyre shumë të gabuar, me dimension të fortë kriminal, është e gabuar. Nuk kemi folur ideologjikisht asnjëherë, ose shumë pak kemi folur ideologjikisht në lidhje kur kemi folur për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. Në këtë kuptim, nuk ka asnjë shans që këto gabime në faje, shpeshherë në karakter të fortë edhe kriminal, pra edhe me dimension të fortë që ka nevojë për shqyrtim të sistemit drejtësisë, nuk do ndodhin kurrë. Sot po e mbyllim me kaq, mirupafshim, ndoshta shihemi nesër. Bye.